Zoti Zenuni, cila është peshja e Turqisë në Kosovë? Turqia për mendimin tim ishte pushtuese, ka shumë faj në atë që sot tokat shqiptare janë të ndara në shumë shtete, ka shumë faj për shkak se për 500 vite e ka lodhur, e ka molisur kombin shqiptar me sulme, me lufta të ndryshme, me grabitje të ndryshme, me një zhvillim të dobët ekonomik, dhe në fund kur është tërhequr, për shkak se ja imponuan tërheqjen, ajo i la shqiptarët të vetmuar, pa shtet, gjitha shtetet e Ballkanit qysh në fillim të shekullit 19 kishin krijuar shtetet e tyre, qoftë me ndihmën e Rusisë, qoftë me ndihmën e Evropës, ndërsa ne shqiptarët duke mos pasur një aleat, siç e kishin slavët Rusin, mbetëm në mëshirën e fatit dhe në mëshirën e kohës. Prandaj unë mendoj që Turqia mundohet të mbajë ndikimin e saj në ish Turqinë evropiane që e ka quajtur më herët, edhe në toka shqiptare, por kombi shqiptar nuk ka nevojë të orientohet shumë nga Turqia. Ne kemi Bashkimin Evropian, kemi Evropën dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atje ne duhet të kërkojmë zgjidhjen e çështjes sonë. Turqia nëse vërtet mundohet të na ndihmojë, duhet të filloj bisedimet me shtetet tona përreth, se si ka qenë më herët dhe pse Turqia i ka lënë toka shqiptare në gjendje të tillë të mjerueshme. Unë nuk pres diçka të madhe. E kuptova gabim, apo është ideja që Turqia duhet na ndihmojë në bashkimin e trojeve? Jo të na ndihmojë, por duhet me një farë forme duhet të kërkoj falje kombit shqiptar për ata të këqija që i ka bërë dhe të ndikoj aty ku mundet të ndikoj që ne t'i rikthejmë tokat tona. Aty ku mundet të ndikoj? Po, nëse në një të ardhme politike mund të ndikoj, ne do ta kishim i pritur ndihmën e saj, por unë nuk pres shumë nga Turqia. Turqia më shumë ka pretendimet të rikthimit të perandorisë osmane të dikurshme, apo a shumë të duket se është ajo që ishte më herët, por nuk pres shumë nga ndonjë ndihmë të veçantë nga Turqia. Prisni që ndikimi të rritet duke qenë se kemi një zbehje të rolit të SBA-s në këtë mandatin e dytë të Trumpit? Është pak i çuditshëm ky reagim i Trumpit në përgjithësi në ngjarjet në botë. Unë nuk po arrita kuptoj saktë se cili është qëllimi i tij. Po qëndrimet politike të Amerikës në raport me Evropën dhe me çështjen shqiptare nuk më valen nga një njeri, nuk valen vetëm nga një Trump, qoftë ai presidenti i Amerikës. Prandaj unë mendoj se Trump me kohën do t'i kuptoj zhvillimet politike botërore edhe në Evropën juglindore dhe do të ndryshoj mendimin edhe në raport me çështjen shqiptare. Unë mendoj që shqiptarët nuk duhet të largohen nga përkraja e tyre për Amerikën dhe nga shpresa që Amerika ta përkrahë çështjen shqiptare. Turqia, unë nuk pres asgjë nga Turqia. Nga Turqia kemi pas vetëm të këqija deri më tani, kemi islamin politik, i cili në qytetin tim këto ditë ka arritur të bëjë një akt terrorist duke vrarë një polic. Prandaj unë mendoj që ne duhet të qëndrojmë në një distancë politike me Turqinë.